Dhe mund ta them që vjen nga ajo se si është marrëdhënia baba-bi në përgjithësi dhe jep një lloj sigurie emocionale shumë të fortë fëmijës, edhe qëndrueshmëri në vendime, dhe duket se ti e ke ndjekur, ka arritur deri në pikën ku e kishe menduar të arrije fal kësaj sigurie që të ka përcjell baba yt. Ndoshta me shumë forcë ose me shumë sforco, si mund ta themi, ajo është menduar të krijojë një lloj sfere mbrojtëse për ju, dhe t'ju lejoj ju të zhvilloheni në mënyra siç e the ti, të logjikshme sipas ti si prind, duke lënë anash prindin e tij, mos krijonte ose mos shkonte me influencë tek ju. Duket sikur edhe ai e ka mbrojtur veten gjatë rritjes vet, jo vetëm ju, domethënë përderisa ka arritur të krijojë koncepte të tilla dhe na përcjell dhe neve një ide përmes këtij programi se si mund të zhvillohen edhe njerëzit e tjerë. Çfarë është e dëmshme logjikisht të lihet jashtë shtëpisë.